ato që kemi po në media, nuk kemi pas një dërgim kështu zyrtar. Dhe po pres natyrisht me reprezentu kryetari i Demokratisë të Kosovës zyrtarisht atë plan. Edhe ideja në fund. Mbërën Glauko Njuk tha me një siguri, tha që i ka dhe 3 vota 3 deputet nga nisma. Jo, si ka askush përveç marrëveshje politike. Me marrëveshje politike. Po marrëveshje në ato që kemi folur tashmë, besoj keni qartë dhe kemi bërë një orë edhe në për intervista. Marrëveshje përmes marrëveshjes politike ndërtohen edhe numrat edhe shumica parlamentare. Pa marrëveshje politike, natyrisht nuk mund të ketë ndonjë zgjidhje, dhe prandaj besoj që do të ketë shpejt marrëveshje politike. Pikat e LDK-s që ju duken juve, a janë të arritshme? A mund me u bë një qeveri unitet ajo? Shoqërën këtu në këtë vend, Kosova është i hub shumë. Se disa janë të vetëdijshëm. Nuk është çështje kjo e taktizimit që ka po shohim ne. Me miliona Kosova çdo ditë i humb. Në aspektin ekonomik. Përveç probleme tjera politike, ekonomike, pozicioni ju ndërkombëtar që janë duke humbur. Ne jemi sot margjina të krejt zhvillimeve rajonale për te rajonale Bruxelles. Po çka është më e rëndësishme, Kosova çdo ditë më shumë po futet në një krizë. Ekonomia e Kosovës është në një gjendje stagnimi dhe kjo nuk kupton ne jemi duke humbur miliona. Edhe ju dini pak a shumë kur klima është e pasigurt, kur ekonomia ka pasiguri, gjithmonë ka të lashe ekonomike, edhe për mua kjo është fatkeqësia që pakush po e ngrit si çështje. Ne jemi Kosova të marrë domet më ekonomike këto muaj, me mungesë të institucioneve. Nuk është thjesht veç koha, nuk është thjesht veç ndërtimi politik institucione, shumë më rëndësishme po për te saj. Kur ju nuk keni institucione legjitime, me fuqi plot, me kapacitete plota me punuar, shumë projekte nuk nisin, ato që janë ngadalësohen ose ndalen të gjitha. Biznisi që është interesuar me fund investime të reja ka pasiguri dhe ndalet ose ik prej Kosovë. Gjitha këto janë kosto. Prandaj edhe për këtë arsye është momenti i fundit që klasa politike tulet ta bëjë një marrëveshje politike për ta nxjerrë vendin nga kriza edhe për ta ristartuar politikisht e ekonomisht Kosovën. Keni pas kontakt me zotin Kurti? Jo, nuk kam pas kohëve të fundit. Faleminderit.